Por dim që Saliani vetë do dalit të mërkurën. Vetë nuk aspiron ndoshta për kryetar, sepse sipas vendimit ai nuk ka të drejtë që për 5 vite të përfaqësohet dhe të angazhohet në veprimtari publike, por pritet për të parë pra se ku do të rrajë kjo lëvizje, si e sheh? Besoj për pjesëmarrjen, mendoj që ata një pjesë atyre që ishin te kafja e famshme, sigurisht që do jenë. Përveç zotit Gjungshi që e mori një emërim ditën e sotme dhe duket se kjo është kundrapesha që po i vendos zoti Berisha kësaj lëvizje, duke tentuar t'i afrojë në struktura, po t'u jap pozita që nuk i kanë pasur këta njerëz që kanë qenë pjesë e kësaj lëvizje. Atëherë çdo lëvizje që në partinë në opozitë, çdo lëvizje që synon forcimin e opozitës sigurisht është një sinjal pozitiv. Por nga ajo që dim deri tani nuk kemi parë se çfarë synon realisht zoti Saliani me këtë lëvizje dhe të tjerët që janë brenda saj. Sepse nëse kërkohet një opozitë më fortë, që është normale, ose kërkohet një rrugë tjetër, një model i ri të bëjë opozitë, ne nuk i kemi parë këta njerëz akoma të bëjnë opozitë në këtë fazë tani të PD-ja dhe nuk e dim çfarë i pengon. Ose të dalin ta shpjegojnë që nuk i lë Berisha të shkojnë te foltorja, nuk i lë Berisha të shkojnë të organizohen në rrethe me qytetarë, nuk i lë Berisha të ndjekin kauza të tjera, nëse ka një problem të tillë në PD, mbase duhet sqaruar. Po deri tani për shembull ka 3 javë që bëhet foltorja dhe një pjesë e këtyre emrave nuk i kemi parë të flasin. Kjo tregon për një lloj thyerje brenda PD-s që shpresoj të jetë thjesht qevmbetje për procedura siç ndodh zakonisht dhe jo një lëvizje tjetër që mund të ishte edhe padobishme në këtë moment që është Partia Demokratike. Është qartë. Dhe duhet parë çfarë kërkojnë, sepse këta po dalin si një fraksion, mirë po, ose si mendim alternativ. Nuk e kuptojmë këtë duhet ta kuptojmë. Nuk e themi dot, por një mendim alternativ. Apo është një shpërthim i kontrolluar, pra një fraksion i kontrolluar. Janë të dy palë të zotit Berisha që është kryetari aktual që të ri-energjizojmë partinë, apo e nisim që jemi me Berishën, por rrugës të shikojmë se ndoshta alternativa del më fort dhe marrin partinë. Si është, apo është ende herët? Në mënyrë se si është nxjerr lajmi sot duket si foltores realisht kjo lëvizje e Salianit. Për të qenë sinqert, sepse do ishte më ndershme që të kishte një takim me mediat publik apo një takim tjetër që të ishte informuar dhe të thuaj që ne jemi me këtë linjë, po duam të shtojmë dhe diçka tjetër në mënyrën se si po të bëhet opozita. Por piratimi i lajmeve në këtë formë edhe zhvillimi